Përshëndetje. Sot do t'ju tregoj se si të bëjmë një lule si kjo. Do të bëjmë një lule të madhe, por në fillim do t'ju tregoj se si të bëjmë të lule. Atëherë unë i kam bërë 5 pjesët dhe kam lënë të bëj vetëm një pjesë që t'ju tregoj juve se si bëhet. Atëherë marrim telin, është ky teli këtu. Atëherë marrim rruzat janë numër 1. Unë i kam futur paraprakisht në tel, do më thonë si që kam treguar në videot të kaluara. Dhe do marrim 13 rruza, 7, 13. Dhe më shtjellim gjithmonë në këtë anë, rrotullojmë kështu. Nga ana mbrapa. E kalojmë kështu. Kështu. Kemi bërë 2, 4, do bëjmë 6 herë. Gjithmonë e rrotullojmë në të njëjtën anë. Kështu. Edhe rrotullojmë këtu 2-3 herë. Tani do marrim rruzat në ngjyrë tjetër që do ta rrethojmë